shqiptarëve që jetojnë këtu, por edhe të atyre që vinë për pushime vëllezërve, motrave, kushurimve tanë. Një problem i çuditshëm po ndodh me shqiptarët, probleme dermatologjike, vetëm një statistikë që doli para pak ditësh, në fakt vetëm në Fier 50 veta në ditë për shqetësime dermatologjike, simptoma të çuditshme, shfaqje të çuditshme në lëkurën e tyre dhe sigurisht pacient që kanë probleme në disa raste edhe serioze. Kemi bezdisur mjeken dermatologe Elna Çano në këtë mëngjes. Doktor Çano, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Tani, a keni një shpjegim apo keni shumë shpjegime për atë që po ndodh me shqiptarët dhe pse po i drejtohen mjekëve dermatolog në shifra të ngjashme me Covidin, 50 veta në ditë, vetëm për Fierin për shembull? Në fakt, periudha e verës është gjithmonë periudhë që lëkura është një ndër organet më të prepra, sepse duke qenë se shumë herë më ekspozuar në diell, kuptohet që dhe problematika do të jenë më të shpeshta. Problemet e lëkurës në periudhën e verës janë ato që lidhen më ngushtisht me ekspozimin ndaj diellit. Të kuptojmë djegjet ndaj diellit janë shkaqet më kryesore që paraqesin pacientët tanë që vinë në klinikë, por shumë shpesh janë dhe rastet e infeksioneve të lëkurës që mund të ndodhin si rezultati i pickimeve nga insekte, që mund të ndodhin si rezultati i djegjeve nga kandilit. Ka shumë problematika që i paraqesin dhe i sjellin pacientët në këtë periudhë, po them të vitit, në periudhën e plazhit, në periudhën e verës tek mjeku dermatolog. Ndërkohë, një shqetësim lidhet edhe me smundje me natyrë tumorale. Që do të thotë kemi të bëjmë me kontaminime mjedisore, se ato janë përgjithsisht shkaqet më të egra që mund ta çojnë trupin e njeriut në atë gjendje. Sa pisë është Shqipëria që janë shtuar këto lloj simptomash? Më tepër do thosha që këtu ndikon dielli dhe pikërisht prandaj është kjo periudhë, ky sezon i vitit, po themi që njerëzit duke qenë se janë shumë të ekspozuar dhe janë më të fokusuar ndaj lëkurës, vënë edhe problematika të ndryshme dhe kryesisht ato të kancerit të lëkurës. Kanceri i lëkurës është një problematikë ku ndër shkaqet kryesore është ekspozimi ndaj diellit. Prandaj ne shpesh lajmërojmë dhe paralajmërojmë vazhdimisht që ekspozimi në diell do të jetë në fashë orare. Tani ka një gjë që nuk e kuptoj këtu, doktore Çano. Më mirë kuptoni në ndërhyrjen time, po përpiqem të jem logjik. Dhe unë kam vesin e keq që të vënë dyshim gjithçka që dëgjoj. Tani, për 640.000 vjet dielli ka qenë burimi kryesor i jetës për qenien njerëzore. Nga vitet 70 dhe këtej, ka një fushat ku mjekët dermatolog na thonë që dielli që ka kaq i rrezikshëm. Si ka mundësi i njëjti diell ka qenë dhe para se të plasnin këto produktet kimike për lëkurën? Ç'ne nuk kishte kaq shumë tumore në lëkurë? I ka ndodhur një gjë diellit? Këtu kanë ndikuar dy faktorë. Para është rritja e jetësia e individit dhe normalisht kjo jetësi bën që njeriu ka dëshirë të jetojë më shumë dhe më gjatë, pikërisht për këtë arsye diagnostikimi më i hershëm dhe diagnostikimi më i shpejtë rritet jetësinë e pacientit. Çka do të thotë dikur shumë probleme dhe shumë patologji, shumë problematika të lëkurës nuk diagnostikohen fare. Pacienti nuk njeh që kishte një problematik, nuk njeh që kishte po themi kancer lëkure. Dhe normalisht ai po themi mund të ndodhë që pacienti të largohej dhe të ikte pa pasur një diagnostikim të saktë. Nga ana tjetër, ajo që ndikon më tepër është edhe kujdesi i vazhdueshëm që kanë treguar pacientët. Kjo tregon edhe një lloj rritje të diagnostikimit. Nëse deri para shumë vitesh ne nuk njihnim dhe nuk tregonim të lloj kujdesi ndaj lëkurës, tashmë gjithmonë më shumë pacientët po tregojnë një lloj kujdesi dhe çdo problematik, çdo plag, çdo futur, çdo element të ri që shfaqet në lëkurë, ata paraqiten më një herë te mjeku dermatolog. Ajo që është tjetër, që dhe ju e prekët diçka, është që kremat e diellit akuzohen shpesh herë sikur janë problematik dhe shkaktojnë probleme në kancerin e lëkurës. Kjo gjë nuk është e vërtetë, pasi kremat e diellit janë ata që na mbrojnë më shumë nga rrezatimi diellor. Pasi rrezatimi diellor i akumuluar ndër vite në lëkurë jep problematika në mosha shumë të mëdha dhe jo drejt për drejt në momentin që ne digjemi, por shumë shpesh ne i themi pacientit ato djegje që ju keni kaluar në fëmijëri, problematika do ja japin në moshë më të madhe. Që nuk mendoj që kjo shqetësim që ne kemi ngritur dhe kjo fushat gjithmonë më shumë dëgjesuese dhe kancerit të lëkurës apo ndaj mbrojtjes nga dielli, nuk mendoj që nuk ka vlerë. Mendoj që është shumë e rëndësishme dhe shumë e nevojshme për pacient. Po the, si të qoftë në optikën time duket pak e çuditshme të jetë dielli armiku jon kryesor, që ndërkohë për gjithë jetën në tokë është benefaktori më i madh dhe nga ana tjetër faktorët ambiental, niveli i neveritshëm i ndotjes së ajrit, ujit,
dhe të ushqimit, rastësisht nuk janë në vendin e parë të armiqve të lëkurës. Kjo nuk më rri pak zonja Çano. Patjetër që ato janë faktorë që ndikojnë te lëkura, por duhet të them diçka tjetër për punën e diellit. Ne dimë që nuk kemi më të njëjtën mbrojtje, pra ne dimë shumë mirë çka ka ndodhur me atmosferën, me shtresat e ozonit që nuk i përkasin problematikës të temit të mjekut, po që Kam përshtypjen e keni informacionin e vjetër, shtresa e ozonit para 10 vjetësh ka mbaruar si problematikë, është mbyllur. Problematikat janë të vazhdueshme dhe nuk mendoj që Po është mbyllur, fakt. Shqetësimi ajo dihet është botërisht që ka problematikat e klimaterikës që ndikojnë edhe përgjithsisht tek ky rrezatim të çana paraqitet neve. Ajo që do të thosha tjetër është që edhe faktorë të tjerë, ndotja e ujit, apo shumë problematika atmosferike, plura, të gjitha këto kontaminojnë dhe e dëmtojnë më shumë, pra janë agresorë më të mëdhenj ndaj lëkurës. Dikur njeriu nuk ka pasur kaq shumë problematika, po njëkohësisht edhe kimikatet e ndryshme që ne përdorim. Sepse nuk është vetëm kremi diellit që akuzohet, por ne përdorim shumë kimikate. Të gjitha këto ndikojnë tek problemet e lëkurës. Të gjitha pra janë, si po themi, agresor ndaj lëkurës. E kanë bërë ato gjithmonë më shumë më delikate, më problematike, por ama nga ana tjetër ne kemi rritur diagnostikimin dhe mbrojtjen për ta përballuar sa më mirë këto shqetësime që natyra po themi ka vënë përballë. Dermatologët janë fansat parfumeve dhe të deodoranteve apo nuk i kanë më aq qef? Nuk i kanë më qef, pasi janë kimikate që dëmtojnë lëkurën dhe ne shpeshherë po themi, gjithmonë themi mos e sprursoni deodorantin, mos e sprursoni direkt në lëkurë, pasi shpeshherë na japin problematikat e alergjisë, na japin problematika me kimikatet, na japin problematikat e ekzemave të ndryshme që pacienti vjen dhe i shqetësuar apo alergjitë të ndryshme që shfaqen ndaj parfumeve. Prandaj aplikimi këtyre nuk rekomandohet të jetë direkt në lëkurë. Rekomandohet që të sprutsohet në rroba, po jo direkt në lëkurë. Siç kemi dëgjuar tjetër, gjithmonë preferohen që të përdorin deodorant apo spray kundër djersës jo me alumin. Gjithmonë më shumë këto element, po përpiqemi që t'i shmangim nga dëshmëria dhe nga kontakti me lëkurën. Një pyetje të fundit, këto sëmundje tumorale të lëkurës i kanë ilaçet, se e dim që onkologjiku është skandal me mungesë ilaçesh. Pa diskutim që këto janë problematika që janë të kurueshme. Prandaj neve gjithmonë themi, nëse këto problematika kapen në kohë, diagnostikohen në kohë, janë çdo gjë të shërueshme. Kanceret e lëkurës janë disa lloje, duke filluar nga kanceret po themi më të lehtë, më me pak shqetësime, apo më përhapje më të ulët, te ato që kanë përhapje dhe shqetësuese dhe jetë kërcënuese. Nëse të gjithë këto kancer kapen që në stadin e parë, atëherë problematika do të shmanget. Nuk ka nevojë fare të shkojë deri te onkologjiku, mjafton një kontroll i thjeshtë që ju mund të bëni në mënyrë sistematike te mjeku dermatolog për të kontrolluar nishanët dhe aty bëhet diagnostikimi më i hershëm dhe më i shpejtë dhe shmanget të gjithë problematikat e mëdhenshme. E qartë. Dakord, kalim simpatik ky nga një popull që dikur në totemin e vet besonte te dielli dhe pasi u prezantua me fe monoteiste e ka pak siklet diellin. Megjithatë, apeli qëndron për gjithë ata që na ndjekin për të kujdesur më shumë për lëkurën, veçanërisht në stilin e verës, sidomos nga ato pishinat e çuditshme me ujë si të fikur kështu, si sy peshku importi. Doktoresh Çano, faleminderit shumë për kohën tuaj. E përshëndesim mjekën që ishte me ne në këtë mëngjes. Miq të dashur, e mbyllim këtu Kafesheto për ditën e sotme. Bashkë shihemi nesër. Deri atëherë, parfumin të rrobat.